Ne kemi një vlerësim për figurën e zotit Konjusha dhe është të vërtet kjo, ju dini kur ishte situata në parlament krijimi një qeverie është një proces tjetër. Kushdo që i merr përgjegjësitë, e merr përsipër me siguru votën. Ne nuk kemi pasur një propozim ose kërkesë nga vetë vendosja për çfarë do bashkëpunimi, si me thonë kërkesa për takime. Po nuk mendojmë se takimet janë diçka që ja vlen, por nuk ka propozime për ndonjë përgjegjësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Megjithatë, kjo që ka ndodhur me këtë qeveri nuk është shumë e qartë. Për shembull, kryeministri i hershëm është zëvendësministri ministri dhe ministri i jashtëm. Pastaj shumica e ministrat më hershëm janë aty. Pra, është e vështirë të diskutohet për një dalje nga kjo gjendje në situatën çfarë është, pas parasysh të shqetësimet buxhetore të gjitha, do të thotë kështu, ne po lutemi që zgjedhjet ndodhen sa më shpejt. Vizat për takime për çfarë arsye? Po kanë kërkuar për komunikim, do të Konjusha ka ose nga zyra e tij ka pas kërkesa për takim ose konsulta me kolegët tonë dhe me mua në këtë rast. Po nuk e shohim si me shku në takime, ta zonë se shpreha që ma votën si mlasë për Kosovën. Po Kosovën nuk është e donë vetëm një, të gjithë e dunë, dikush ma shumë, nështë, po nuk ka diçka serioze në qasjen e tyre, nuk besoj që edhe që këtë kishte pa dhe një propozim bashkëpunimi, ju e dini qëndrimin tonë, po prapë nuk ka pas një propozim, duke qenë korrekt, nuk ka pas një propozim bashkëpunimi ose ndaj përgjithësive ose që është logjika në këtë rast. Vetëm ftesë për takim. Me pikë pa, se mu taku. Që ju i keni refuzuar, apo? Jo, mu taku nuk e fshi, po jo, edhe nuk kom plan. Me pikë pa dhe kështu. Unë muj me taku zotin Konjusha në rrugë e tonë të shëndesh, muj me pikë pa dhe me tonë së takon arasysh, po nuk planifikojmë mu taku për këtë zhvillim.